Jo, përshëndes dhe juaj një ndërma gjithë dhe nderuar teleshikues, si çdo të hënë jemi së bashku në sport në fushën e Blu TV. Sot ja kemi dedikuar emisionin do të thosha nga ngjarjet më të rëndësishme sportive në qytetin e Vlorës, siç është Liga Unike në basketboll për femra, e cila do zhvillohet në dy data 18 dhe 20 mars, me gjysmëfinalet në datë 18 Pallatin e Sportit Flamurtari dhe 20 mars më pas për vendet 3-4 dhe finalen. Flamurtari do të luajë nesër në orën 18:30, unë po bëj paraprit që në fillim të emisionit, duke i bërë thirrje gjithë sportazhëve, gjithë qytetarëve të Vlorës të jenë prezent në Pallatin e Sportit Flamurtari për të përkrahur ekipin tonë të zemrës drejt arritjes së një trofeu tjetër në këtë sezon, siç është Liga Unike në basketboll për femra. Kam kënaqësinë që sot në studio të kem të ftuar për nisë me radhë nga drejtoresha e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, zonja Elona Hasanaj. Mirëmbrëma Hasanaj. Mirëmbrëma, faleminderit. Kryetari i Bashkisë për Sportet, zoti Klevis Kaso. Mirëmbrëma Kaso. Mirëmbrëma. Kemi dhe një karike bosh aty, pas pak do të na bashkohet në studio edhe lojtarja e ekipit të Bashkimit të Prizrenit, Ulona Muhadri, pasi ka qenë stërvitje dhe vetëm pas pak do të jetë në studio së bashku me ne. Lona, për nis nga Klevi dhe për pyes nëse mund të themi që është, unë e thash vetë, po ndoshta është një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive në qytetin e Vlorës. Liga Unike në basketboll për femra bën pjesë ose bën bashk ekipet më të mira shqiptare dhe ato kosovare në basketbollin e femrave. Është kënaqësi që u ktheva prapë në këtë studio. Edhe kënaqësia jonë. Do të them që i ngjan një studio moderne të sportit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Faleminderit shumë. Ashtu siç ju e thatë që nga ngjarjet më të rëndësishme, unë do thoya të basketbollit, se sportet në qytet tani është bërë traditë që të gjitha kanë një aktivitet shumë të rëndësishëm gjatë vitit, por ky realisht duke parë potencialin e ekipit tonë të femrave, mendoj që është ngjarja më e rëndësishme e vitit, sepse pas 5 viteve aktivitete të Ligës Unike, ne jemi shumë pranë fitimit të këtij titulli dhe duke parë që ekipet e Kosovës janë shumë më mirë se çdo vit të mëparshëm. Kështu që ne shpresojmë që realisht të jetë një festë për qytetin, të gjithë ata që dashurojnë basketbollin, të gjithë ata që dashurojnë ngjyrat kuqezi të Flamurtarit tonë, të jenë në Pallat Sportit për të përkrahur ato vajza që ndjejnë më shumë se kushdo tjetër presionin dhe trysnin për të arritur këtë objektiv kaq të madh për atë që ne përfaqësojmë Flamurtarin e Vlorës në basketbollin e Ligës Unike që janë ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Sanaj, përgatitjet kanë nisur, ka ditë që në Pallatin e Sportit është duke punuar pikërisht për këtë aktivitet. Janë 4 ekipe që do të thosha në Ligën Unike deri tashmë kanë bërë mjaft mirë. Si e pret ose si e ke parë deri tashmë atmosferën dhe si e pret qyteti? Të paktën nga ajo çfarë ke parë deri në këtë moment? Për herë të parë, mbas 3-4 vitesh që zhvillohet Liga Unike, në përbërjen e të 4 skuadrave janë lojtarët më të mira që kanë luajtur deri më tash. Do të zhvillohet një Final Four shumë i fortë. Skuadrat në përbërje kanë lojtarë shumë mira. Ekipi i Flamurtarit po e marr nga... Po patjetër, aty duam. Është përgatitur dhe në përbërjen e tij ka lojtarë shumë mira, ndryshe nga vitet e tjera. Situata është shumë e mirë brenda grupit. Kanë punuar vazhdimisht. Objektivi jonë është se jo të marrim Ligën Unike, që është një ngjarje shumë e madhe, është një kupë me një vlerë shumë të madhe. Dhe objektivi tjetër joni që ngelet është titulli kampion. Megjithatë, e rëndësishme të shikojmë nesër fillimisht gjysmëfinalen do të luajmë ndaj Bashkimit të Prizrenit. Të paktën nga ajo çfarë kemi parë apo edhe çfarë kemi diskutuar, është ndoshta së bashku me Flamurtarin një nga ekipet më të mira të kësaj Lige Unike, mos themi që kanë përbërjet saj lojtare mjaft cilësore apo jo. Bashkimi në fakt në tabelën e klasifikimit është në vend të parë, ka vetëm një humbje me Peje. Ne kemi bërë 2 ndeshje me Bashkimit, i kemi humbur të dyja me pak pikë, njëri me 10 pikë, njëri me 3 pikë. E treta e vërteta. Futemi në ndeshje si të barabartë. Vlerësimi është maksimal, ndeshje e fortë, patjetër që do të ndeshje shumë e fortë. Të them shkallë e vështirësisë është e vështirë. Jo e pamundur. Jo e pamundur, po jo e pamundur. Ja sportisti, foli direkt, jo e pamundur. Unë mendoj se drejtoresha flet me këmbë në tokë. Po unë që i ndjek në jashtë tani më këtë
objektiv të këtij ekipi, jam shumë i bindur duke qenë se Liga Unike po bëhet në qytetin tonë, duke ditur pasionin e këtij qyteti për atë ekip, që është realisht kanaria e qytetit, dhe është pa dyshim që po. Kur ja shpjegoj njerëzve, unë kam qenë në shumë dhe konferenca jashtë për sportin, falë dhe angazhimit që bashkia pati vjetë, që ishim qyteti Europian i sportit, dhe kur i shpjegojnë që ne kemi një ekip që në 20 vitet e fundit ka 19 titull kampion, u duke surreale. Që ne të shpresojmë që nesër të kemi dhe fatin e vete, të kemi dhe gjithë publikun e këtij qyteti të mrekullueshëm e vete, që ai pallat sportit të jetë zjarr dhe tërmet për të arritur objektivin e finales, dhe kur të jemi në finale pasaj, ndryshojnë gjërat dhe finalja luhet vetëm një herë, dhe sado i fort jetë ekipi tjetër, të dy ekipet janë të barabarta dhe Shiko, ne thamë se do ta bëj bashkëbisedim duke ju futur të dyve në bisedë në pritje që na vite Muadri që ndoshta do ta kundërshtoj pak ajo, por gjithsesi do ta mbysin me ka qenë kampion. E rëndësishme është të paktën gjatë gjithë këtyre ditëve klubi shumë sportës flamurtari, unë do të thosh ka punuar më të mirë të mundshme për të bërë të mundur që publiku vlonjat nesër më shumë se kur të jetë i pranishëm në shkallë stadiumit. Unë e thash në nisjet e emisionit, do ta them shpesh gjatë gjithë emisionit, sa rëndësishme është që publiku nesër me të vërtet jetë zjarr në pallatin e sportit dhe të jetë ndoshta po ja kërkojmë për herë të parë të jetë ndryshe nga gjithë evenimentet e tjera. Shiko, finalja jonë është nesër. Ne po fituam me bashkimin, ndeshja finale do jetë një fest në pallat të sportit. Ta trajtojmë si një ngjarje të madhe. Dhe nesër duhet jetë mbështetja maksimale. Ne nesër e kemi finalen. Po nesër e kemi finalen sepse edhe në datë 20 pasaj një finale kur nuk është flamurtari, sikur nuk sikur në SB atë atmosferën e nuk është e bukur atë eksperiencë të shëmtuar. Liga e parë unike është bërë nuk e din 2020, 2021 dhe ne nuk shkojmë në finale, shkojmë dy ekipe kosovare dhe të vetëm tifoza që ishin në pallat sportit ishte tribuna VIP. Dhe nuk ishte gjumë të shëmtuar për të pritur. Normale, publiku vlonjat e do atë ekip, e pret, dhe unë kam përshtypjen, kam besimin që nesër do të jetë një numër i madh sportdashës vlonjat, i ftoj sërish që të jenë të pranishëm. Kjo është liga e tretë që zhvillohet në qytetin e Vlorës. Ndoshta Vlora është qyteti që ka zhvilluar të paktën deri tani ndoshta më shumë finale të ligës unike apo jo, Klevi? Por në Shqipëri po, ne kemi e treta, po. E treta nga finalet dhe me të gjithë brenda dhe një superkup barkombëtare. Ne janë bërë 3-4 evenimente, ndryshe nga çdo qytet tjetër. Kemi sjellë ligën unike për meshkuj. Për meshkuj, po. Pra jemi qyteti që me sa duket na duan shumë edhe kosovarët e kanë të qef, e kanë dëshirë të vinë në Vlorë. Kush nuk e do Vlorë? Si lindi ideja, po i pyes të dyve sepse nuk e di, si lindi ideja për ta sjellë sërish në Vlorë këtë ligë unike, sepse kam përshtypjen që ka patur interes ndoshta edhe në një mbledhje kryesie që ta zdramatizoj me pak situatën. Një mbledhje kryesie, unë jam antar i kryesisë së Federatës së Basketbollit. Po lindi, por dije që si vjet se një vit bëhet finalet në Kosovë, një vit në Shqipëri. Dhe kur lindi kjo bisedë në mbledhjen e kryesisë, në cilin qytet të Shqipërisë do ta bëjmë, dhe unë pyeta ku mund të bëhet tjetër përveç se në Vlorë, telefonova drejtoreshën, në kushtet për të parë datat e aktiviteteve në pallat sportit dhe mënyrën se si duhet të përshtateshin. Shumë natyrshëm, si një luftarake që drejtoresha është që nuk dorëzohet kur. Unë do të shtoj diçka këtu. Po. Nuk është për të bërë qefin. Kam pas fatin që të punoj 2 vite si trajnere kur Klevisi ishte drejtori i pallatit të sportit. Klevisi është një motor që nuk dalon asnjëherë, do vetëm të fitoj, nuk e një kur humbjen. Nuk e frymëzuar dhe ti kur blozën. Nuk po jo, është e vërtet kjo. Ky djalë nuk e një humbjen. Di vetëm përpara. Sa do vështirësi të kemi përpara do t'i kaloj. Se si e gjen mënyrën vetëm ky e di. Elona, po nëse nuk do ta lejojmë të vijë aty te bankina, se ne kemi parë ai do ri poshtë. Ai është e garantuar që do ri mbrapa tavolinës gjyqtarisë. Me çdo kush e kam e kam një ndjenjë që nuk e arrita dot kur isha drejtori i klubit, po tani bashkë me Elonën duam se s'bën që
këtë kupë ta sillim në Vlorë. Nesër e kemi për jetë vdekje. Ta themi si vlonjatë. Vlora ta shijoj si neve që na bëhet mishi kokra që për atë ekip, ashtu ta shijoj dhe ky qytet. Po them, unë e kisha shumë dëshirë që emisionin e sotëm ta fokusoja pikërisht tek ky eveniment, sepse është për momentin ngjarja më e rëndësishme në qytetin e Vlorës dhe është një trofe që është shumë i rëndësishëm. Unë kam qenë prezent para 2 vitesh ishte që në finalen Partizanin? Në Partizanin, po. Edhe kemi mbetur një qika shu, e duam ta marrim atë dhe të shpresojmë. Flamurtari kur krijohet në fillim të vitit, në gusht, në korik, krijohet vetëm për me iden që do dali kampion dhe do jetë finalist të Ligën Unike. Kështu që ne nuk jemi rastësisht këtu. Pa tjetër, objektivat ky ekip i ka, për çdo vit i ka madhor, nuk diskutohet. Edhe ashtu ka qenë, vit pas vit. Një e morëm, Superkupën, po. Tani kemi këto 2 tjera që na kanë mbetur, Ligën Unike dhe kampionatin. Po, kampionatin ka kot, mendojmë të për Ligën Unike. Gocat si i ke parë në stërvitje? Nuk e kem trajnerin, po ti je pjesë aty e përditshme që e shikon, si janë vajzat? Në përgatitje për këtë eveniment nesër. Stërviten 2 herë në ditë. Stërviten 2 herë në ditë, 2 herë në javë shkojnë në palestër, mbas palestës vinë bëjnë gjuajtje, ditën që nuk kanë palestër, kanë stërvitje me topin e mëngjes 2 orë në mbas dite. Është situata është shumë mirë, ana psikologjike është shumë mirë. Pastaj të huajat kanë një gjë ndryshe nga ne. Ne shqiptarët jemi shumë emocional. Po të shikoj e tani kur po fletë, mendje më duket e ka akoma atje, që po bëhet. Janë shumë, kurse ato janë të ftohta, janë me gjykim të ftohtë, e marrin çdo gjë, e marrin seriozisht, janë të motivuara, e kanë një objektivin që ne ua kemi imponuar, ato e kanë edhe vetë, sepse 3 nga ato kanë luajtur profesionalisht jo pak vite. Dhe janë lojtare që janë shumë të mira. Sofia, Omer Basic dhe Asja Muzgabojo janë pjesë që kanë luajtur dhe tjera në flamurtari. 2 nga ato janë në për Azjen, po mundohemi të nxjerrim një pasaport shqiptare. Po dhe Sofia mund të bëhet vlonjate, sepse është gjysëm... E morëm vesh. është si e fejuar me një djalë shqiptar, dhe dëshira e saj është që të rigjatë e flamurtari. Shqiptar apo vlonjat? Jo, është Gjirokastrit. Po s'ka gjithë, do t'i bëjmë pasaportizimin në Vlorë. Që mos t'janë të asosh në asnjë parti politikë. Në Partinë Socialiste. Ja, nuk flasim për sport. Flasim për sport. Dua të veçoj një gjë ato vajza. Realisht, nëse unë mendoj që dhe Omer Basevic dhe Sofia janë të lidhura ngushtë me Vlorën. Emocionalisht me atë faner. Realisht, nëse u thua flamurtari, ju duket sigurisht shtëpia e tyre. Dhe kjo, ne mund të jemi nga të vetmit ekipe në basketbollin shqiptar dhe atë kosovar që të uajt kanë ndjenjë kaq shumë gjatë në të jetin ekip. Ka po jo të dojshë. Si lëvizin me nga një vit. I pam vjet kur ishin te Partizani ato edhe mënyra se si... Nuk e përjetuan dhe mirë, do me dhe një ikjen nga flamurtarit e Partizani. Për tjetër ndjesi fanë edhe flamurtarit, apo jo Lora? Po atje është tjetër, fryma tek flamurtari është ndryshe me ekipet e tjera. Ne në gjëja e parë që ofrojmë vajzave, ofrojmë një familje. Dhe në qoftë se ti i bën që të ndjehen mirë ato, do ta japim patjetër maksimumin. Duke ndalur tek ana sportive, të paktën gjatë gjithë aktivitetet të Ligës Unike, ajo që bën përshtypje në syrin e një sportashi të thjeshtë sot, siç jam unë për shembull, është mungesa e Tiranës. Është përfolur që është bashkë me flamurtarin, 2 në vend para aty, 2 ekipet më të mira që janë sot në Shqipëri, me atë mungon. Vjen Partizani që është vendi i tretë. Nuk e ka dashur Tirana, çfarë ndodh? Duke parë në syrin e një sportashi të thjeshtë. Ne me pikë të barabarta me Tiranën, kemi ndeshjen e tretë, kemi ndeshjen e fazës së tretë në Tiranë. Dhe në qoftë se fitojmë, ne jemi automatikisht në vend të parë dhe play-offi ju e dini tashmë bëhen 3 ndeshje në Vlorë dhe 2 në Tiranë. Kampionati si vjet ka qenë i vështirë, sepse në përbërjen e ekipeve ka pas lojtare shumë mira. Dhe do jetë mirë për ne që të kapim vendin e parë, që gjysmë finale mos të dalim me Partizanin, se vajzat kemi inshallah të dalim me 2, nëse do ngelemi në vend të dytë.
Edhe mos të rëndohen shumë. Mos të rëndohen fizikisht. Dhe inshallah tek ndeshja e tretë që kemi me Tiranën në Tiranë, inshallah dalin fitimtar që gjysmë finalin ta kemi me Vllaznin. Edhe kjo, Klevi, do me thënë ajo që dohet dija në të përës të bëm pak përshtypje mungesa e Tiranës në këto finale të Ligës Unike. Po. Te Tirana kishte 2 qendra, ka luajtur gjithë kohën me 2 qendra. Një nga vajzat e gjata, një nga postet është dëmtuar dhe mungesa e saj, mendoj unë, ka sotë situatën në këtë gjendje. Klevi, duke parë të 4 ekipet ose të 3, duke përjashtuar që flamurtari, mos më thej flamurtari se di. Si shikon 3 skuadrat e tjera, Partizani, Peja dhe Bashkimi? Unë mendoj që nëse ne mundi nëse Bashkimi dhe Bashkimi ishte një ekip më i fortë se sa Peja dhe se Partizani, për mendimin tim për vetë frymën e grupit. Që ato mund të kenë, që ku mbaj mundun duke parë basketbollin kosovar, që boshtin e ekipit e kanë po të njëjtë. Me 2-3 lojtare shqiptare shumë të mira, kosovare shqiptare shumë të mira, që ndërthuren shumë mirë me gjitha duajet që marrin her pas here. Domethënë ato janë boshti dhe mund t'i nxjerrësh përballë në një ditë dhe Fenerbahçen e Turqisë, ekipi më të mirë, ato ta rivalizojnë. Thjesht pak kësaj harmonie. Pra nëse në nesër mund të fitojmë kundra Bashkimit në gjysmëfinalen, Peja ka një ekip në përbërje të saj më të mirë me lojtare individuale, por nuk ka frymën në grupin si Bashkimi. Kështu që ne potencialisht kemi shanse të mëdha, por jo pa mbështetjen e një publiku të gjerë vlonjat dhe një dite me fat për të arritur këtë objektiv që është Liga 1. Shko, ne thamë që na ka mundur 2 herë deri tani, ndoshta nesër është e treta e vërteta. Lona. Për mendimin tim nuk është humbje 3 pikë. Jo, 3 pikë është dakor. ndeshje shumë e ekuilibruar që normal mund të fitonte edhe ekipi jon, por unë e pash të pak në këtu edhe kur erdhi këtu Bashkimi Prizreni që lozi për Ligën Unike këtu. Dakor, me 10 pikë, por megjithatë jemi mundur minutin e fundit. Nuk ishte ndonjë diferencë jashtëzakonshme që të thoshe na dominoi gjithë ndeshjen. Pra kjo të bën optimist që nesër Greqia ka dalë kampion e Europë në 1 minutë. Po. Ka qenë 12 pikë mbrapa dhe në 1 minutë ka barazuar e ka dalë 1 pikë parë. Unë do të them një rast tjetër. Para 2 vitesh kishim ndeshjen me Bashkimin në Vlorë. Ka mbaruar 10 minutë që i dytë kemi qenë 20 pikë mbrapa, 22 pikë mbrapa. Dhe kemi fituar me 1 pikë me Bashkimin. Me Bashkimin. Prandaj po them, në 14 sekondat e fundit ishim 22 pikë mbrapa. Unë i referohem edhe asaj ndeshje që kemi humbur këtu. Domethënë nuk është se unë të thash që si shembull që çfarë nuk sjell basketbolli. Mario Carlos e bëri virale atë që ka ndodhur në Durrës. Sporti gjithmonë i parashikohet. Po, e di atë se na i ka thënë në studio është e bukur shumë ajo. Po mund iki e mbaruam, më stash kishin ngellja 2-3 minuta loj, i arrit deri në kavaj, më marrin telefona e cemi 7-7. U ktheva, u bë goli fituam. Edhe që sporti është Mario në mora sot bilet dhe më tha lëm të kaloj ca ndeshje, i thash nuk mora për rubrikën, mora për diçka tjetër. Tani do të dali kampion. Do të dali kampion dhe do të vej në Champions. I thash vete në Shkodër për muhabet. Po piuna i god njerë thotë shkojë, qa bëri në ndryetari bashkisë. Unë sot e gacmova për ndeshjen që kaloj këtu, se jam i sigurt që po na ndjek, sepse e kemi mikë shumë të mirë të emisionit tonë. Edhe i thash, orë mos bëna 11 gola luruaj, jo, tha janë ndeshje kështu, tha këto. I kemi lënë të tjera, dhe kemi Tiranën të shtunë, tha, se do në ma bënde paraprit e këtë që ma thoj qik që luaj me Tiranën të shtunë në Vlorë. Pra ka një ndeshje shumë të fortë dhe ata të mini futbolit, që sportasit pas asaj nesër dhe të njëjtën që do jemi në finale nuk kam një besim në vetë, shpresojmë dhe urojmë, të jenë mbështetje pasaj edhe në mini futbol. Të premten, shumë kur e ka, do dali njoftimi, pa diskutim se klubi shumë sportës i jep gjithmonë her pas here këto njoftime. Lona, do ishe me kënaqur që në gjithë finalet kishe Pejën apo Bashkimin, jo Partizani? Apo ndoshta është më mirë Bashkimi që në fillim ta kesh të fortë? Ato janë ekipe, po thuaj se njësoj. Po me Pejën do ishte një qikë më
Më ndryshe. Pak më ndryshe, po. Që ta bën një fest pastaj Po ishte pak më ndryshe me peje. Të Inten. Levi, Vlora vijon betet një epicentër i sportit. Do me thënë, ne kemi lëmë pas Vlora Qyteti Europian i Sport për vitin 2024, me këtë atë vjojmë të mbetemi në zhvillimin e aktiviteteve të rëndësishme, sollëm pikërisht ligën unike, ndoshta do të kemi tjera aktivitete gjatë viti? Ne, Toni, siç e thamë dhe vjetë për gjatë aktiviteteve të ligët të Qytetit Europian të Sportit, ne investuam në Qytetin Europian të Sportit që Vlorës t'i ngeleshin të patentuara disa aktivitete zyrtare ndërkombëtare. Më falë, në është bashkuar Aulona Muhadri, po të mbarojmë, do shkëputejmë për pak, vetëm pas pak, edhe do në vidhe vajza në studio. Në këto aktivitete është maratona që tashmë është shumë e famshme për qytetin tonë, se është viti 50 që e bëjmë që do të zhvillohet vit në shtator dhe jo më në pranverë. Kemi beach volley që përsëri do ta bëjmë ndërkombëtar, do të kemi përsëri një street basket, do të kemi për gjatë hapjes së sezonit turistik, kampionatin botror të paragliding të miksuar me sporte të tjera siç është triatloni, që i përshtatet perfekt lungomare tonë gjatë ditësisë së saj, dhe ajo që është qershia mbi tort, dhe është një dhuratë që kryeministri i ka bërë të gjithë Shqipërisë dhe Giro d'Italia. Të gjithë madhështisë së Shqipërisë që të sjellë Giron e Italisë në Shqipëri dhe për më tepër në qytetin e Vlorës, dhe duke prekur gjitha investimet që kjo qeveri ka bërë, siç është rruga e lumit të Vlorës, Lungomarja. Me Llogaran dhe me Lungomarën dhe gjitha ndryshimet kolosale që Vlora ka bërë, nuk është vetëm sport, por është një identitet i ri i Vlorës. Është dhe një promovim. Dhe një promovim. E kemi përmendur do ta ktheja, ose kjo do jetë promovimi më i madh për turizmin sportiv në qytetin tonë dhe në gjithë Shqipërinë. Do të pyes prapë, do të shkëputejmë vetëm për pak për të ftuar në studio Muhadrin e Bashkimit të Prizrenit, sepse dua një çik tani edhe një pagacmim midis flamurtarit dhe Bashkimit të Opozitë. Vetëm pas pak shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, rikthehemi sërish bashkë në studio. Kemi rikthyer sërish bashkë nderuar teleshikues në Sport në fushën e Blu TV. Kam kënaqësinë që t'i uroj mirëseardhje në studio lojtares Bashkimit Prizrenit, Aulona Muhadri. E tham që fillim që do ta bashkohet për shkak të stërvitjes erdhi pak me vonesë, megjithatë ne tham ato tonat Muhadri, mi mbrëma një herë, mirë se erdha. Mi mbrëma, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit një herë. Ne i tham ato tonat çfarë do bëjmë nesër, se më mirë që nuk erdhe se nuk i morë vesh. Ta them drejtën, kjo vonesa ime ishte e arsyetuar për shkak të stërvitjeve që i bëm direkt pas ardhjes këtu në Vlorë. Është si gjithmonë kënaqësi me lujt në Shqipëri, edhe krijimi i kësaj ligës mendoj unë ka qenë shumë i nevojshëm dhe i mirëseardhur edhe nga shteti i Kosovës, për shkak se neve duke ardhur këtu diskutuam pak pjesën e rivalitetit që kemi pas ndër këto vite, 4 vite u bën tani më, edhe besoj që me të vërtetë ka ndikuar shumë mirë edhe në ngritjen e nivelit në ligën që kemi edhe një vend në Kosovë, dhe është bërë një afrim shumë i mirë edhe përmes sportit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kënaqësi që i dëgjoj këtë fjalë. Si vjen Bashkimi i Prizrenit në këto finale? Neve tani më gjithmonë si pjesëmarrës kemi pas një përvojë të mirë, por jo ndoshta edhe shumë të kënaqshme, për shkak se nuk kemi fituar ende ligën unike, domethënë është trofeu i vetëm që na mungon në sirtarin ton. Ashtu si Nelona. Po. Edhe në mungon. Kemi fituar vendin e tretë, 2 vite, një vit kemi shku deri në finale, vendin e dytë, domethënë tani edhe për çiku mor. Bani në këtë vitin e tretë, vendin e tretë Bishameti. Pastaj shohim vitin tjetër. Tashi jemi të bindur, nuk mund të them 100% sepse si ekip me të vërtetë kemi pas lojëra shumë të mira dhe në gjitha këto javë që kemi lozur me ekipet e Shqipërisë, kemi kurrë në të gjitha fitore, po kjo nuk do të thotë që ekipet tjera do dorëzohen dhe do na lënë lojën në duart tona, si të them, po unë po besoj që ne duhet ta marrim këtë kupë me shpresën që gjithçka do të ecë mirë. Fakti që në gjysmëfinale do të ndesheni me Flamurtarin, ekipi organizator, do të ishte më mirë ta ndeshnin të finale? Edhe unë, kur e kam pa që në ndeshjen e parë, në ndeshjen gjysmë final, do na bie Flamurtari dhe organizatori, e dija që në të dy anët është një presion shumë i madh,
për shkak që ekipi flamurtarit tani do ta organizon eventin dhe neve që jemi në vendin e parë në renditjen tabelare dhe në të dy anët ekziston ai presioni që të kalojë në finale, po tash kjo është e mira e sportit, asgjë nuk ka qenë e kalkuluar, ashtu ka ndodhur dhe tash i uroj edhe flamurtarit për një lojë fair play. Luna, Mohadri kërkon trofeun, flamurtari kërkon trofeun. Tani kush da marrë? Tepi da marrim ne më. Dy fitus nuk ka. Kështu që Unë mendoj që bashkimi është shumë i ngopur me trofe. Tallojnë që në konfidencën që kanë tani më me edhe para kamerave, sikur të jenë fituesat të Champions League-s, jo të kampionate. Kështu që nesër do bëjnë si do bëjnë, do luftojnë fort për t'i dhënë një blonjatëve një spektakël të basketbollit. Padyshim që po. Po në fund vajzat tona aq shumë përqendrim sa kanë treguar të kohë. Për mos ta nxitur, në fakt mund të thosha që bashkimi është shumë i mirë, do ta kemi shumë të vështirë. Por jo më kot viden edhe në studio me një emër shumë të bukur, Aulona. Po. Edhe emrin e ke këtej nga Vlora që kështu nesër. Do dalim nga studio dhe do flasim. Jemi shumë të afër se sa që e mendojmë. Nuk e di në qoftë se do lejojë Mercato tani dhe do bëjmë një ofertë në studio televizive, por për të arritur fitore edhe mund ta bënim. Të them diçka për pjesën e konfidencës, në kuptimin publik, unë mendoj që në çdo interviste, kështu nuk është mirë të japën shumë ashtu deklarata pompoze. Ja, patjetër, ne po bëjmë po diskutojmë më tepër edhe dhe nuk i dihet. Kanë qenë ekipe shumë favorite që në finale kanë humbë. Edhe prandaj mendoj që të tregojmë një kulturë sportive, fair play, edhe thash, ky krijimi pikës pari, domethënë kësaj lige unike, është bërë për të mirë në të dy vendeve, për me ngrit nivel, për me pas më shumë edhe afërsi, dy federatat kanë treguar një. Unë mendoj që ka arrit qëllimit. Po, qëllimi është arrit, ndoshta jo në atë nivelin shumë të kënaqshëm, por mendoj që gjithmonë ka vend për përmirësime. Të ndeshjet midis flamurtarit dhe bashkimit Lona kanë qenë gjithmonë të bukura, të forta, fair play. Nuk kemi pasur ndonjëherë probleme, kanë qenë gjithmonë ndeshje shumë të bukura. Asnjëherë. Edhe nesër ashtu do shajmë duhet. Po, patjetër. Aulona i mësoi dy herë asaj që normalisht dhe ne duhet ta kishim thënë në fillim, por unë kam thënë në qindra intervista kur fol. Pritëm te Aulona që ta themi gjithë bashkë. Jo, për ligën unike, realisht kjo është liga e vetme që unifikon të dy federatat. Të dy kombet. Të dy kombet, tamam. Realisht unë natyrën e kam shumë patriote dhe e ndjej shumë të ligë për të vetmin fakt që shklihet në një të dyja federatat, ekipet ndeshen me njëra tjetër me shumë rivalitet, por ama në fund të gjithë ne është i vetmi moment që ndihemi një shtet. Dhe sporti e bën shumë mirë këtë bashkim. Dhe sa e bukur është nesër Klevi, në gjysmëfinale 2 ekipe shqiptare, 2 ekipe kosovare. Pra nuk kemi nëse mund të ndodhte për shkak të ishim. E bëri kalendari atë. Ne bëri duke sikur e kemi bërë, sikur e kemi ndarë tamam. Në gjysmëfinale, por që e bëri kalendari, e bëri ajo që tha Aulona. Jo, e rëndësishme është që janë 4 ekipe, janë 2 shqiptare, 2 kosovare, pra e tregon më së miri atë qëllimi që ka Liga Unike. Tani nëse do ishte në finale një ekip shqiptar, një ekip kosovar është gjithmonë edhe më mirë. Megjithatë, sporti në sport nuk ka makinë llogaritse. Asnjëherë në botë. Është vetëm mënyrë për të arritur atje, është të përqendrohesh të ketë fokus çdo ditë për të arritur qëllimin dhe bashkimi, unë e thash para se Aulona të vinte, ka një bosht prej shumë vitesh që çfarë do e huaj ty në ekip, çfarë do situatët ketë në ekip, ai boshti e mban atë ekip gjithmonë të fokusuar dhe objektiva dhe prandaj dhe vitet e fundit besoj një ekip më i titulluar. Më i trofeshëm. Më i trofeshëm në Kosovë dhe siç neve jemi në Shqipëri, në 20 vitet e fundit mund të jetë kampion. Kështu që Luna, me që ma përmend Klevi dhe po ta bëj dhe unë pyetje. Në kampionatin vendas, domethënë në Kosovë aktualisht si jeni duke shkuar? Po, jemi shumë mirë në hapa të sigurt, po shkojmë, siç tha dhe Klevisi, jemi ekip që kemi kriju sistem tani dhe jemi ekip që nuk e bazojmë lojën në një lojtar. Domethënë pavarësisht prurjeve të reja që vinë ose që shkojnë, neve gjithmonë kemi sistem edhe një trener i cili me të vërtetë është për tu admiru puna e tij, është shumë i përkushtuar, është shumë profesionist
edhe është një pedagog në fund të ditës, shumë i madh. Kemi pas fatin me pas trener, sepse vjen nga shteti kroat, dhe ne vedim Kroacia është shtet me shumë traditë në basketbol dhe kemi mësuar shumë nga ai këto 3 vitet e fundit. Edhe atje në Kosovë jemi në renditje tabelare vendin e parë. Tani këto 3 vitet e fundit i kemi marrë të gjitha kupat që kanë qenë në Kosovë, i kemi rëmby 8 kupa me radhë. Sadist do me thënë, shpirti keq. Jemi mundu me tregu edhe në Kosovë, po mendoj gjithmonë kemi tregu lojë fair play, gjitha ekipet na marrin shembull për lojën që e bëjmë, për mirë organizimin që e kemi, sepse ndoshta njëve po flasim gjithmonë për lojën, por loja vjen e fundit. Sa ekipe në pjesëmarrëse në Kosovë? Jemi 6. 6 ekipe, po. Dhe renditjen tabelare kemi të parën, P03 është e dyta, edhe ajo e njëjti ekip do të jetë edhe këtu. Edhe është ekipi që ndoshta ju rivalizon dhe ju kërkon. Po, jave që shkojmë pa të ndeshën me ta dhe fituam edhe aty me ato, lojë e vështirë, ekip shumë i mirë edhe P03, po unë thamë, kemi ekip që kemi sistem edhe shpesher këto skautimet e trenirave po dështojnë, sepse asnjëherë nuk është e njëjta. Si funksionon në Kosovë, të paktën edhe për të atitur, me fazë play-off, është si në Shqipëri, formula, si? Fazën e play-offit e kemi po, lojë gjysmë finale i lojmë edhe lojët finale, por jo me nga një ndeshje. Ndoshta kjo është një emet e vogël, mund të them, e Ligës Unike që janë vetëm një ndeshje. Dhe me thënë një ndeshje gjysmë finale dhe një ndeshje finale, ndërsa play-offi në Kosovë është normal. Është njësoj si ne. Si ne, pra 3 ndeshje në gjysmë finale dhe 5 në finale pastaj. Njësoj si në Shqipëri. Njëjta formulë. Vetëm te kjo Liga Unike që dallon kjo vetëm nga një ndeshje. Ndoshta kjo mund të penalizojë çdo ekip. Sepse një ndeshje dhe nuk i dihet. Pra po kërkon Klevi zgjerim të Ligës Unike ndoshta ulona. Besoj se e penalizon. Kjo është njësoj, është formulë e marrë tashmë nga Euroliga ose nga Eurocup që Final Four është ndryshe nga kampionatet vendase që bëhen me play-off për ta marrë realisht kush e meriton. Për t'i dhënë më të bukurën këtyre turneve jashtë kufive, është Final Four ai që jep dhe lezet, gëzon shumë tifozat të brendshëm. Kthehet si një 4 ditor feste në qytetet ku mund të bëhen Final Four, për shembull në Beograd vjet kur u bë Final Four i Euroligës së meshkujve, ishte një fest e paimagjinueshme, me tifozërisë vendase, njerëzve që vinin nga jashtë. Kështu që ne përjetuam vjet Final Fourin e meshkujve që ose ishte me vërtet shumë unike që e bën po u bë Final 8 ai i vjetshmi që u bën në Florë dhe emocioni që përjetuam ne si vendas me ardhjen e tifozave të Golden Yllit dhe të Trepçës së Mitrovicës ishte një gjë ndryshe në këtë qytet. Kështu që kjo sidomos ajo ndeshja finale paktën po ta themi gjithë ishte fantastike. Kështu që kjo duke shpresuar që ta kemi nesër ashtu në pallatin e sportit. Kjo formulë sjell për mendimin tim diçka ndryshe nga ajo e play-offit që gjithmonë ka vetet e i Zoti, por ka të mirën e vet në do të kenë tifoz me vete nesër? Është thënë gjë apo? Nuk e besoj. Ne në Kosovë, në Prizren, gjithmonë kemi tifozëri, bile kemi ata tifozat e vegjël juniorat, që vinë dhe na përkrajnë, është një tifogrup shumë i lezetshëm, po në kështë mënyrë të organizuar jo, se nuk është se jemi edhe shumë larg, po për shumicën është edhe ditë pune dhe nuk e besoj. Është mesjavë. Po. Jo, kam si ndërmend atë që tha dhe Klevi. Aulona ngatroi një gjë. Nëse do ishin meshkuj të Prizrenit, Loznin këtu, është sigurt do vinë. Prandaj po të them. Se aty doja të dilja. Edhe erdhën aty. Kujtoj atë që u zhvillua vjet e Ligës Unike për meshkuj, të paktën ne të gjithë në mendje kalojmë atë që u lënë çerk finale, gjysmë finale, dakord. Po ajo që atmosfera që është krijuar në atë ndeshje finale është ishte super. Ishte sikur nuk luajë në Shqipëri ose në Vlorë, por të ishte sikur më duket sikur po shkojë një ndeshje nga televizori, jo sikur po shkojë një ndeshje live aty në pallatin e sportit. Domethënë ishte e jashtëzakonshme. Në ditën e pavarësisë ka qenë finalja e kupës më duket në Gjakov e meshkujve dhe kur futesh në atë atmosferë kupton që atje nuk e përjeton atë sport si çdo lloj sporti, ishte një dashuri me njëri. Nuk besoj se në futboll është ajo atmosferë në Kosovë. Jo, më shumë është në basketbol. Në Gjakov, basketbol, kam parë një pallat sporti të mbushur, njerëz që ngelnin për jashtë pa bileta dhe një atmosferë elektrizuese gjatë gjithë kohës, sikur të shikoje Euroligën në Beograd. Ishte një nivel shumë
shumë i Në lartë. Kosovë gjithmonë ka kështu shumë shikueshmëri, domethënë veç mas disa lojë që nuk janë edhe shumë, që nuk njihen si lojë derbi, po këto gjithmonë që janë ato El Klasikot, Prishtina Trepça, Peja, këto gjitha të mashkujve janë të stërmbushura. Po edhe neve si ekip i femrave në Kosovë jemi ekip më i mbështetur, të them kështu nga tifozëria Me ke keni rivalitetin kryesor? Kemi Nëse ato, mund temi atë. po, Peja, momentalisht Peja 03 dhe Prishtina, nëse me qytë atë top 3-shën. Derbin e zakonshëm, po thoshte. Derbin e zakonshëm me ke keni. Neve dhe më dhënë vajzat, po me Prishtina, në është ajo gjithmonë El Klasiko. Tamam, El Klasiko. Prishtina ka qenë duket herë në fundi që janë zhvilluar Ato kanë fitu vitin e kaluar. Ligën unike këtu, apo jo? Otlev? Liga unike vjetë është bërë në Prishtinë. Jo, kur ishte herë në fundit në Vlorë, Liga unike për femra, ka qenë Prishtina pjesë, mos gaboj. Po ka qenë. Fitoi Partizani. Fitoi Partizani, po ka qenë pjesë, më duket Prishtina. Po ishte Prishtina. Sepse mbaj më duket një nga lojtarët tuaja ka qenë pjesë e Prishtinës, mos gaboj. Po, kjo Adrian që po flasim tani, ajo ka luajtur për Prishtinën. Ne kemi luajtur kundër Prishtinës për vendin e tretë atë vit. E mbaj mend shumë sakt. Bashkimi dhe Prishtina kemi losur për vendin e tretë. Po është pak gjynaf, si themi ne, që Prishtina nuk është në këtë ligë unike. Me dëshirën e tyre nuk kanë dashur me marrë pjesë si vjetë, ndoshta edhe s'kanë më ambicie për shkak që kanë marrë një herë titullin, edhe pse unë nuk mendoj që ka qenë vendim shumë i mirë, po gjithsesi politikat e klubeve. Kryesia e Federatës tuaj duhet patjetër që të marrë një vendim për këtë gjë, se ne e kemi bërë në rregull të brendshëm që kush ekip nuk regjistrohet në ligën unike merr -6 pikë në renditje. Dhe për të arritur play-offin e kënaqshëm pastaj shumë e rrezikshme ajo mosmarrja pjesë. -6 pikë janë shumë. Po, në fund të gjës kjo bëhet për të unifikuar atë që neve thamë, rritjes së cilësisë, ndjenjes të patriotizmit ndërmjet ekipeve kosovare dhe shqiptare dhe afrimin e këtyre kufive që neve aq shumë i duam. Kështu që unë mendoj dhe kam qenë një nga nismëtarët në kryesinë e basketbollit në Shqipëri, që kjo të penalizohet me pikë dhe s'ka nevojë me një gjob ekonomike, se gjob monetare, se ka klube që nuk i kanë probleme pagonin atë gjobën dhe kurse kur e penalizon me pikë, i nis keq kampionatin. E pyet atë ose sollëm në kujtesë atë të meshkujve të ligës unike, duke shpresuar që nesër të kemi të njëjtën atmosferë. Ne kemi thënë dhe kemi kaq ditë që themi dhe ky qytet është duke e pritur. Dhe unë besoj që nesër do të ketë një atmosferë shumë mirë pallatin e sportit. Pavarësisht që ju do ta keni kundra nesër. Megjithatë edhe për ju kur është atmosferë duket sikur krijohet një ndeshje ndryshe apo jo. Basketbolli ose sportin përgjithësi luhet për shikues. Pa shikues nuk do të kish pas as arsye apo motiv. Ne kemi pas edhe rastin shumë të afërt pandemin, kur gjitha palestrat ose sportet janë pezullu shumë bosh, me rregulla strikte, sikur ishte gjëja ishte e ftoftë. Nuk ngjallte ashtu dashuri ose emocion, nuk përçonte emocion. Kështu që mendoj që edhe lojtari i 6 është tifozi, është ai që domethënë jep shtyllën. Neve sa kemi lozë kundër flamurtorit kanë pas tifozëri shumë. Edhe është interesant se kanë tifozëri në moshë. Për mua është shumë interesant, se zakonisht tifozët unë e di që gjithmonë janë të rinjt, me shumë energji dhe ata që bëjnë më shumë ato zhurmat e interesante. Dhe këtu ka tifozëri që janë më në moshë, shumë mirë, domethënë e përkrajnë ekipin e gocave, që është diçka shumë e mirë. Po patjetër. Për tu admiru. Në 20 vjet 19 titull kampion është të thuash ndem është pak nuk tradit në Vlorë, tradit. Më thoj të vërtetë, vjetë që ne kemi humbur titullin kampion, keni gëzuar në Kosovë? Jo, me vërtet. Nëse nuk gaboj, ishte me Partizanin, apo? Nuk e kam shumë të freskët, me Tiranën, po, jo. Jo, me të vërtet jo, sepse nuk është se neve kemi lidhe me një ekip më shumë shqiptar, me një tjetër më pak. Është, si të them, për afrimi ka ndodhë në shumë natyrshëm, deshe pas deshe me secilin ekip. E dua një përgjigje shumë të sinqertë. Të sakta. Të sinqertë. Do këshem qef të zhvilloj Liga Unike në një qytet tjetër apo në Vlorë? Më mirë në Vlorë apo në një qytet tjetër të Shqipërisë? Unë nuk është se kam shumë përvojë ta zëm Vlorë apo në Tiranë, ta zëm për shembull. Si dëshirë, si qytet.
Nuk mi me qenë ndoshta shumë e sinqert nëse thom në Vlorë, tani pasi jam këtu, mu me thonë veç pse je këtu, po në Vlorë nuk është diçka keq, mirë. Është gjithmonë mirë. Mirë, edhe afër detit. Tani Lona edhe Klevi ta bën atë kërkesën e parë. Ofertën e parë. Ai do të binde edhe një tjetër ofertë nga ne. Çfarë oferte? Nesër bindeshim e fundit nesër me bashkimin, vitin tjetër tek Flamurtari. Si thua? Nuk e di aty se është shumë herët edhe kemi edhe një muaj loj në Kosovë, kështu që Jo, nesër ndeshjen e fundit me bashkimin në territorin shqiptar, aty mbaroi ti Kosovë. Pastaj nuk është çdo gjë leku ose po ashtu është. Ti duhet të vësh një gjë në kandar. Nëse nuk je e lidhur emocionalisht me ndonjë gjë në Prizren, që mund të mbaj shumë të lidhur atje, Vlora për te sportit. Është një qytet eksperiencë, që ty do të bëj mirë për te sportit tani. Unë e shoh Shqipërinë si shtëpi, të them ashtu, se Klevisi tha në fillim mbetje në kokë këtha 2 kombe. Unë nuk them 2 kombe, 1 komb, 2 përfaqësuese. Ne jemi përfaqësuese të Kosovës. 2 komb jemi patjetër. 2 komb. Ne jemi përfaqësueset nga Kosova të qyteteve të tona, Prizren tani edhe Pi, po vim plozim në Vlorë me 2 ekipe, njëri nga Vlora, njëri nga Tirana. Lidhje emocionale ka me Prizrenin, është e vërtet. E para aty jam rrit dhe punoj. Domethënë Por punën ta gjejmë tene, mos e bëj. Nuk kemi kuptuar shumë për mos ta lëm Prizrenin. Por megjithatë punën ta gjejmë. Për me qenë shumë e sinqert, kur ta përfundoj, ulemi dhe flasim atëherë si miq, jo si rivalist. Po patjetër. Ne rival jemi nesër. Sot vazhdojmë flasim si miq. Dhe kënaqësi që të kishim edhe në studio, sepse ishte me të vërtet ne mund të ishim vetë që të flisim me të bërim, por kur ke edhe një nga ekipet e tjera që marrin pjesë në Ligën Unike, është me të vërtet diçka shumë e bukur dhe veçantë. Sportiste e mirë, është edhe vajzë shumë e mirë. Patjetër që po. Faleminderit shumë. Është gjithmonë kënaqësi edhe faleminderit shumë për pritjen. Besoj që kemi me tregu nisë një lojë të mirë edhe një spektakël. Mos u impenjo shumë. Impenjo çik më pak nesër. Ne ta shijojmë. Ta shijojmë Ligën Unike. Ta shijojmë. Normale, ne jemi nga Vlora, të lidhur ngushtë me atë fanell, nuk diskutohet, do bëjmë tifo për Flamurtarin dhe kjo është më se normale, por që e kam përsëritur shpesh, do vjoj të përsëris, ndoshta jo i mërzitshëm, po që duhet për ta thënë. Unë e ftoj publikun vlonjat të jetë sa më shumë në numër nesër, ta shijojmë gjitha si një fest të Ligë Unike dhe pasaj të përkrajmë ekipin që na do zemra që padyshim për 90% pallatit, se do ketë 10% nga ju, nuk e diskutoj. Ta përkrajmë Flamurtarin, por më të gjitha ta shijojmë si fest, sepse është një element shumë i rëndësishëm, një element me të vërtet fantastik. 18:30 luan Bashkimi Flamurtari, 20:30 do të luaj Partizani me Peja 03. Unë i ftoj të gjithëve nesër të nderuar të shkues, të gjithë sportdarëve të jemi pranisht Pallatin e Sportit Flamurtari dhe ta shijojmë këtë eveniment. Duke ju falënderuar, por edhe një pyetje Klevit, sepse nuk dua ta lëm Minjan. Klevit ti e ndjek sportin padyshim, po e kaloi Minjan basketbollit. Duket sikur po vemi drejt një ngjarje shumë të rëndësishme që jemi duke e pritur ne si vlonjat me mjaft ankth Flamurtarin e futbollit. 7 pikë shëputur nga vendi i tretë, 2 larg vendit të parë, jemi në vend dytë që të çon Super League për vitin tjetër. Si shkon këtë Flamurtar? Që kur u krijuar në fillim nuk isha dyshim, realisht. Kam qenë këtu në studio, ishte një ekip shumë kompakt, me shumë zemër, ndryshe nga vitet e tjera, duke energjia që në vitet e para, që kam ndjekur dhe me presidentin e klubit, me zotin Sinan, që do ta përshëndes. Ishte realisht një Flamurtar që ishte i projektuar për të shkuar në superiore dhe mendoj dhe sikur kjo organik të jetë vitën tjetër prapë në Super League, ky Flamurtar do jetë natyrisht do ketë ndryshime kanë përshtypjen. Duhet të ketë merkato se kërkon dhe tregu i asaj kategorie, por unë mendoj që ky Flamurtar do të ishte shumë dinjitoz në Super League. Kanë bërë një kampionat të shkëlqyer, kanë pasur shumë pak ulje ngritje, do të kanë pas vetëm një lloj, kanë pas një standard i si çdo skuadër normale kalon. Nuk kam çfarë t'i them më shumë se sa komplimente atij ekipi që më së fundi do gëzoj gjithë zemrat e vlonjatëve
për të parë një futboll të vërtet në shkallët e stadiumit dhe për të kthyer Flamurtarin në ndeshjet kundër rivalëve historik siç janë Tirana, Partizani dhe të gjithë ekipet e tjera të Superligës. Luna, Kosova dhe Shqipëria janë dy kombëtare që do të luajnë. Ti urojmë fat edhe dy kombëtarëve, Shqipërisë me Anglinë të premten dhe me Andorrën të hënën, edhe Kosovës me më duket të ka me Islandën për të kualifikuar në Nation League, nëse mund të shkojë pastaj të ketë një shans për në botror. Nga kjo studio ju urojmë të dyja. I uroj të dy kombëtarëve, tash në këtë rast pasi po flasin për Kosovë dhe Shqipëri, sepse dyat marrin pjesë veçmas. Ka qenë një, si me thonë, një tornado e madhe shumë në ato mediat anë nga Kosova, për shkak disa ikjeve të lojtarëve nga Kosova. Është një lojtar i fundit që për në Shqipëri, po edhe nuk e shoh si diçka të madhe, sepse unë thash edhe në fillim, Shqipëria është si shtëpi e dytë, është e jona, sikurse Kosova që është si është e juja dhe unë mendoj që nuk kemi nevojë të gëzojmë ose të kemi këto komplekset Kosovë-Shqipëri, kush don ku të dojë të lozi pa asnjë pikë problemi. Dhe këto dy përfaqësuesve ju urojmë sa më shumë suksese në gjitha lojrat që kanë kualifikuese. Kjo vjen që është një ditor tani. S'kemi çfarë themi më. Luna, si do dalim nesër? Mos të dgjau Luna. Para të dhurojmë spektakël dhe të fitojmë ai që do gabojë më pak. Padyshim. Ju uroj sukses të gjithëve. Faleminderit. Njerëz mbi të gjitha organizimit, aktivitetit dhe pasaj të fitoj ai që meriton le t'ja lëm parketin. Lona, faleminderit që ishe në studio. Suksese për nesër. Klevi, faleminderit. Lona, faleminderit, suksese për nesër, sepse suksese po u themi të gjithë, edhe të shijojmë një turne me të vërtet shumë të bukur. Nderuar teleshikues, edhe një herë tjetër po e bëj thirrjen. Nesër në Pallatin e Sportit jemi shumë në numër të shijojmë këtë aktivitet, pastaj të përkrajmë edhe Flamurtarin sepse aty na rre zemra të gjithëve. Është liga unike në basketboll për femra mes ekipeve më të mira nga Shqipëria dhe nga Kosova, në një eveniment që vjen për herë të tretë në qytetin e Vlorës dhe është me të vërtetë diçka shumë e veçantë. Ritransmetim si gjithmonë të martën në orën 15, bashkë do të jemi të në ardhshme. Natë e mirë, mirupafshim.